It's an honor and a pleasure addressing you today at the occasion of the inauguration of these three social multi-apartment buildings that have been renovated in an energy efficiency manner through support of the European Union. Është një nder I madh që sot këtu të bëjmë inaugurimin e këtyre tre objekteve shumë multibanesore, shumë banesore, të cilat janë një investim I rëndësishëm për banorët. And I think this is another excellent example of the very good partnership between Kosovo and the European Union. Mendojmë që ky është një shembull shumë I mirë I një bashkëpunimi mes Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës. Because it brings Kosovo closer to the European Union and it is a tangible investment into the improvement of the quality of life of the citizens of Kosovo. Sepse kjo e përafron Kosovën me Bashkimin Evropian, por kjo njëherë shpërbën edhe një projekt të prekshëm në përmirësimin e kushteve të jetesës në Kosovë. As Minister Rizvanoli has already pointed out, this is part of a 75 million euro investment of the European Union into the energy sector. Si që përmendi dhe Ministri Rizvanoli, ky është një projekt prej 75 milion eurosh të cilët ka investuar BE në këtë sektor. And I would like to congratulate the government for the foresight of having taken 20 million out of this 75 million to put it into the Kosovo Energy Efficiency Fund for investing into the improvement of the quality of life of Kosovo citizens. Unë dua të përgëzoj qeveritë e Kosovës që nga këto 75 milion, 20 milion I kanë ndarë në fushën e energjisë eficiente për përmirësimin e kushteve të jetesës në Kosovë. Po I inaugurojmë 3 ndërtesa shumë banesore sociale, ku banojnë gjithsej 51 familje e në 42 prej tyre familjet janë të kryesuara nga gratë. Kjo e bën këtë investim edhe më domethënës, sepse kur përmirësohet banesa sociale, përmirësohet edhe jeta e familjes, përmirësohen kushtet e banimit, rritet edhe ndjenja e sigurisë, por gjithashtu edhe kujdesi dhe barazia. Vlera e përgjithshme e këtij investimi për këto 3 ndërtesa është afër 460.000 euro, prej kësaj shume, rreth 90% është mbuluar nga granti siguruar nga Bashkimi Evropian, ndërkaq 10% nga komuna e Prizrenit. Kjo është formulë e mirë e punës publike, qeveria e cila udhëheq, fondi që zbaton, komuna që bashkëpunon dhe partnerët të cilët mbështesin ndërkaq qytetarët fitojnë. Në total këto 3 ndërtesa kanë 4855 metra katror hapësirë banimi, brenda të cilave tash ka familje që jetojnë më mirë, fëmijë që rriten në kushte të mira, prindër që ndihen të sigurt dhe banorë të cilët e shohin se institucioni publik nuk është larg tyre. Sepse për ne është rëndësishme që investimet tona publike të jenë të dobishme në jetën e qytetarëve. Nuk mjafton të thuhet se shteti investon, por duhet edhe të shihet se ku po investon, për kë po investon dhe çfarë ndryshimi në jetesën, në përvojat e njerëzve sjell ai investim. Këto janë 3 nga 28 banesa në 13 komuna të Kosovës, të cilat kanë përfituar nga investimet në eficiencë të energjisë në vlerë totale prej 6.6 milion euro. Nga të gjitha investimet përkrahen për qytetarë që kanë përfshirë mbi 200.000 familje, e që është përkrahur nga pako e BE-s për prej 75 milion euro. Ky për mua është projekti më domethënës dhe jam shumë e gëzuar që po zbatohet në mënyrë që 900 familje të cënueshme, duke përfshirë shumë gra kryefamiljare, shumë veteran të UÇK-s, persona me nevoja të veçanta, po përfitojnë dhe do të kenë kushte më të dinjitetshme të jetesës. Urime të gjithë banorëve, 51 familjeve që jetojnë këto, përfshirë këtu 42 gra kryefamiljare që do t'i gëzojnë këto investime dhe me këtë rast dua gjithashtu të përkujtoj sa e rëndësishme është edhe mirëmbajtja, prandaj këtu banorët dhe komuna sigurisht që kanë një rol të veçantë për të luajtur në vitet në vijim, për të siguruar që këto investime zgjasin sa më gjatë dhe gëzohen sa më gjatë nga banorët. Sot kemi kënaqësinë të përurojmë 3 nga 28 ndërtesa sociale shumë banesore,
Gjitha këto i kemi si donacion nga Bashkimi Evropian, ku është kënaqësi që përveç implementimit të masave në eficiencë të energjisë, ku kemi arritë të kemi kursime të energjisë deri në 80%, përveç kësaj janë krijuar ambiente dhe kushte shumë të mira për familjet në nevojë. Ne e falenderojmë këtë donatorin tonë, Bashkimin Evropian, mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe mbetemi të përkushtuar që Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë të implementojë këto donacione me një standard sa më të lartë, me përkushtim me transparencë në mënyrë që këto familje të përfitojnë sa më shumë. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për këto projekte, nga që keni pikrisht gjetur komunën e Prizrenit për të investuar një projekt kaq madhështor, kurse ne si komunë besim të përkushtuar që në vazhdimsi aty ku ka nevojë, e sidomos qytetarit, jemi afër dhe këto investime t'i sjellim në vazhdimsi. Ne presim që edhe projektet e tjera në vazhdimsi ti investoni në komunën e Prizrenit, nga që mbi të gjitha janë qytetarët ata që përfitojnë, e kur bëhet fjalë për eficiencën, e cila më tani është çdo ditë më tepër duke investuar, dhe ju jemi jashtëzakonisht mirënjohës ne si komunë e Prizrenit, po ashtu edhe në emër të gjithë këtyre banorëve që kanë përfituar në këtë drejtim.